Hej, miqtë e Daily Durres, përshëndetje. Jemi sërish bashk dhe sot kemi një lajm ose më sakt një pamje që besoj se do ta lumturoj çdo shofer. E mbani mend atë anktin kur i afroheshe mbi kalimit të Kasharit dhe shihje qindra drita të kuqe makinash të bllokuara. E po, harrojeni. Sot do të përshkojmë bashk segmentin më të ri të përfunduar, nga kthesa e Rinasit e deri në hyrje të Tiranës, më në fund i hapur me 4 korsi kalimi. Vendosni rripin e sigurimit dhe le ta shijojmë këtë ndryshim. Kushdo që udhëton shpash nga Durrësi për në kryeqytet, e di shumë mirë se çfarë gypi ishte ky segment. Stresi nëse do të humbisi avionin, apo vonesat e përditshme për të shkuar në punë apo universitet, ishin kthyer në një rutinë raskapitëse. Çdo ditë, ky aks mbante peshën e mijëra qytetarëve. Por tani, merrni frymëlirisht. Zgjerimi në 4 korsi e ka zhbllokuar plotësisht këtë nyje kritike, duke i dhënë fund epokës së radhave kilometrike. Shikoni nga afër këtë transformim, nga kthesa e Rinasit e drejt mbi kalimit të Kamzës dhe zonës së Astirit, pamja ka ndryshuar rrënjësisht. Nuk keni të bëjmë thjesht me 2 korsi shtesë, por me një segment të pajisur me parametra të lartë sigurie, asfalt i ri cilësor, bariera ndarëse të forta dhe një sinjaristike moderne që të drejton qartë pavarësisht nëse je duke u drejtuar drejt aeroportit apo drejt zemrës së kryeqytetit.
Miq, ky ishte udhëtimi ynë në segmentin e ri Rinas-Tiranë. Si u duket? A keni kaluar ende nëpër këto 4 korsi dhe si ishte përvoja juaj krahasuar me më parë? Dua patjetër t'i lexoj opinionet tuaja në komente. Nëse ky përditësim ju pëlqeu, tregoni pak mbështetje duke i bërë like videos. Bëni share t'ua tregoni edhe miqve tuaj që nuk e besojnë ende që s'ka trafik dhe mos harroni të bëni subscribe të Daily Dures. Shihemi në video të radhës.